Galla, përshëndes. Përshëndetje, si fillim dua të falenderoj gjitha të brezë ujnor që po çon Shqipërinë në një Shqipëri të re. Jo, patjetër, mund të flasim edhe për protestën. Si e ke parë 20 ditë protestë të qytetarëve? Që nga koha e Skënderbeut nuk ka pasur shqiptar 20 ditë të rresht në protestë. Tregon që kemi një brez të ri që unë e quaj realisht hyjnor, kërkojnë Shqipëri të re, ka nevojë për republikë të re, dhe po të shikosh mënyrën se si flasin, artikulimin, ka rini që me të vërtetë të bëjnë të ndjehesh krenar dhe të kesh shpresë dhe në diasporë. Rama jeton në Kot Bler. I ka rënë propaganda si figurë globale, nuk ka qytet dhe kryeqytet europian ku nuk janë ngritur shqiptarët, pra ajo diasporë që zhgënjeu për votimet, tani janë të gjithë me një qëllim, të shporet të përmbyset një qeveri anti-shqiptare. Nuk ka asnjë investim amerikan, është mashtrim, janë oligarkët e tij dhe SPAK po e godet çdo javë dhe edhe në javën që vjen do të ketë përsëri goditje të reja nga këtu. Qartë, dorëheqje për kryeministri Rama, por ama nuk duan as Berishën. Përse në gjykimin tënd? Shumica është kundër Ramës. Ka dhe zëra që janë kundër Berishës, normale demokraci është, por Berisha nuk është në pushtet. E keqja në Shqipëri ka një emër, Rama. Me heqen tërsi, parullat shkruajnë opozite e shitur. Besoj i ke ndjekur. Tani dihet se kush e organizon. Në atë mas madhe me 100.000 vet, mund gjesh disa që janë të kundra PD-s, nuk ka asgjë të keqe, por po të bësh një analizë logjike, 70% e atyre që janë protest nuk vijnë nga e majta e Ramës, sepse e majta e Ramës ka privilegje, janë patronazhist, janë punë, janë familje të lidhur me të kaluarën. Pra është pjesë nga e djatha që kërkon të heqë Ramën. Dhe po e realizojnë. Dhe kërkojnë edhe të largohet Berisha. E the 4 herë. Ndërkohë Berishës hoqën në kufizimin e vizës. Ka ndryshuar ekuacioni. Tani, për të kuptuar, është kufizim vize apo heqje non grate? Se mund na japësh informacion dorës parë. Termi non grata nuk është përmendur asnjëherë. Non grata është për diplomat. Por kanotacioni mund ta quash si non grat, duke marrë një arsye korrupsioni, por siç ishte shablon ajo akuzë, shablon ishte edhe përgjigjja. Vejvër është që kjo administrat nuk e mban në fuqi atë që quhet non grata, po që ka qenë kufizim vize për Berishën dhe familjarët e tij. Po të pyesësh në departament, nuk t'i japin përgjigje, sepse atë e di personi fizik Berisha, i cili ka komunikuar. Ai ka rrëzuar kufizimin. Për mendimin tim, kjo si fillim është një fitor. E ka rrëzuar ai apo ka qenë ata cilët e kanë lehtësuar? Vendimi është marrë nga amerikanë. Në përputhje me ligjet që ekzistojnë. Siç u bë lobing kur u vendos. Ai të vendit, si mund ta kuptojmë këtë? Ndryshon ekuacionin. Nuk është bler heshtja me vajzën tralerat Trumpit dhe të Kushnërit nga Rama, por ekuacioni ndryshon. Pra, amerikanët nuk e shikojnë më Ramën si faktor stabiliteti, drejtimi, por e shikojnë si dikë që po bie çdo ditë. Këtë veprim e shikon të ndërlidhur me zhvillimin në Shqipëri, me aktualitetin? Po të kesh bërë gjimnazin, them se është ndërlidhur. Ka pa diskutim. Nuk është e rastësishme, nuk është e rastësishme që ndodhi tani është një shuplak në Ramës. Nga gjitha të shuplaka që merr me mira e mira vet, ndodhi dhe kjo. Në Berlin i përmendën i thanë tradhtar, i thanë Esat Pasha, kur një kom vjen në këto përkufizime, një njeri që unë është nga brezi im, që edhe ne na zhgënjeu, se besuam se do të bënte diçka të përfaqësonte këtë brez, duhet të iki me qytetari. Ka dy mënyra të ikë. Ose i veshur si grua si Fatasnano, ose të gjithë autokratët, gjysmë diktatorët e lindjes mesme. Fundi do t'jeti keq nëse nuk përfill, sfidon. Si mund t'i thuash idiot, si mund t'i thuash korba, hajvan, një masë që janë mbi 100.000 vet, që rrezatojnë qytetari dhe që kanë drejt, nuk duan të kthehen në sklever, në shërbëtor, pastrues të Zao & Company. Rama ka dështuar me sistemin që ka ngritur. Duket qartë që gjitha ndërtimet strategjike janë në miliardet e kokainës. Është e turpshme, pra ke ndërtuar një shtet që ngjason me Kolumbinë, ndaj nuk është rastësi që në Amerikë është cilësuar Rama si Noriega. Ditët e fundit ka filluar të rrëmohet tek dosja me Gangu, më shumë do të them javës tjetër. Dakor, ju i përkisni një brezi që ka sjellë demokracinë. E dini shumë mirë historinë e protestave, sjelljen e Ramiz Alis edhe çfarë pasoi.
më pas. Me 3 ditë protesta, u detyruar që të ndryshoj gjithçka. Duke u bazuar tek historia, çfarë mendon se do të ndodhë në Shqipëri? Ramiz Alia nuk ishte 5 miliard dollar të vjedhura si Rama. Rama kujton se është sheik, kujton se është lider global dhe jeton tërësisht jashtë realitetit. Ramiz Alia e kuptoi. E di çfarë kuptoi Ramiz Alia? Iliri. Ishte sekuenca e Ceaușescuve. Kjo e të merroi. Dhe ato antimitingje që Rama realizon më kujtojnë përsëri antimitingjit e Xhelil Gjonit, por dhe atë miting të madh në Rumani kur populli u kthye Ceaușescut. Rama është në pozicion shumë të keq. E urrejnë të gjithë. E urrejnë tek shiku, e urrejnë tek gjykata e lartë, tek gjykata kushtetuese, edhe familjarët e tij po sillen shumë keq. Nuk mund të rish. Si me formë protesta, se deri tani nuk i njohim, as organizatorët nuk ka asnjë përfaqësi. Çfarë ndodh me këtë protestë? Si kanalizohet e gjithë kjo energji? Organizator është Rama, qeveria ti e ndyrë. Por që ka organizator ka, ata dje me vajza që kanë bërë këtë organizim perfekt, nuk janë agent Tirani. Kjo është idiotësi. Në të gjithë ambasadat e huaja ka përfaqësues të shërbimeve të inteligjencës, shefi stacionit të ambasadë amerikane. A keni dëgjuar që ambasada amerikane thot mos dilni në protest, siç thoshte më parë? Absolutisht jo. Ka disa ambasadat tjera i bëjnë thirrje punonjës dhe tyre që shkonin. Këta kanë arritur një sukses. Në arenën ndërkombëtare kanë vënë kryq Ramës. Nuk kishte ndodhur kur që në Amerikë lajmet e networkëve të fillonin në Shqipëri. Unë kam qenë në të treshin këtu. Brenda është një energji shumë e madhe. Urdhro? Ndoshta sepse në mes ishte familja e Trump. Jo, absolutisht jo, se këser janë. Amerika nuk është e Trumpit, zotëri. Edhe ne shqiptarë amerikanët që kemi votuar për Trump, nuk kemi votuar për fëmijët e lëstuar. Absolutisht. Dhe më ndorë në qoftë se ata, për mendimin tim nga Sazani, është tërhequr si në Beograd, se duhen 20 miliard dollar investime, ai nuk i ka. Por kjo i kthen bumerang Ramës. Rama njihet si Zagari Sorosit. Rama tani shkon tek Kushner dhe Ivanka për të blerë heshtjen. Nuk ngjet kështu. I ke hedhur balt, Donit Bisupe dhe ata që janë rreth tij, shefja e kabinetit, nuk kanë për ta falur. Rama nuk e pritën as Bideni, as Kamala Harris, as Trump. Unë e them edhe një herë, Rama jeton kod bler, është kthyer në një kufon politike. Duhet largohet, nuk ka rëndësi kush vjen. Nuk ka rëndësi kush vjen. Urdhëro? Si formsohet kjo revolt, kjo protest? Duhet të jesh brenda tyre. Unë ndjej shumë energji dhe me kontaktet që kam, mbështetet thuajse nga të gjithë shqiptarët, por dhe nga amerikanët, medias, shtypit, edhe zyrtarë që shikojnë që është ngritur një popull në mënyrë qytetare. Kjo është vesh masive. 20 ditë, natyrisht që një regjim është si puna e regjimit të Iranit, nuk largohet me 40 ditë një regjim që ka 43 vjet. Por sa më e keq të jetë sfida, aq më i keq do të jetë fundi i Ramës. Për mua i po pastron letrat. Ka filluar të shmontoj atë çfarë ka atë kopshtin e madh brenda kryeministrisë, nuk rrihet me kokfortësi. Të dalë Ramiz Alia me zgjuar se ty, Fatosnano, gjithë paraardhësit e partisë tënde, kjo tregon që ti jeton jashtë realitetit. Natyrisht është e turpshme të përmendesh Iranin. Dikur thoshte që Greqia po na sulmon, ndërkohë që ti ke besuar hapësirën ajrore e Greqisë. Dhe dje ka ardhur një tjetër, mos bëhet fare samiti NATO-s 2027, sepse ka mashtruar dhe NATO me përqindjen e buxhetit për luftën. Pra Rama ka hapur konflikte gjithkund. Po të shikosh lëvizjet e tij, do t'i dalin rreth 1 miliard dollar nga grupi i oligarkëve të tij dhe personalisht ai në Dubai. Siç i kanë dalë me 100 milion dollar nga Abu Bank në 2019 në Cayman Island dhe lidhjet me Sinaloa, Aruba, me Ganibel, bëjnë që të cënohet siguria kombëtare e Amerikës. Nuk besoj se amerikanët do të tolerojnë. Amerikanët nuk shikojnë emër. Rama është një hiç për ta. Amerikanët e shikojnë Shqipërinë si tokë ndikimit tyre. Dhe ne duhet të jemi mirënjohës. Qartë. Do të flasim pak për marrëveshjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Iranit. Shumë janë ata që mendojnë se shumat në fakt nuk kanë fituar asgjë. Kanë rritur inflacionin në vendin e tyre dhe i kanë treguar botës se Irani është më i fortë nga ç'dukej. Ju ç'qëndrim mbani mbi operacionin ushtarak, luftën
zgjidhni si doni ta quani, por edhe marrëveshjen. Marrëveshje ende nuk ka, do të bëhet mbas 60 ditëve. Është memorandum i mirëkuptimit dhe dhe Trump e tha dje, në qoftë se ata nuk do të respektojnë, do t'i hedhin bomba për të ndarë kokat në përgjysur, ishte fjala e tij. Trump i blen kohë, 60 ditë për të vendosur, pastaj do ketë 30 ditë tjera të tërhiqet që i bie 90 ditë është koha e fushatës këtu. Trump kuptoi diçka. Nuk donte që bota të shkonte drejt asaj që ka ndodhur me Hooverin, presidentin Hoover. Trumpi nuk e njeh historinë për ata që janë rreth tij. Pra bota do të binte në depresion, Amerika do shkonte në recesion, u trohoq. Pranoi një lloj gabimi. A mund ta shkatronte ushtarakisht? Po. Por do të kishte këto dy gjëra, vrasje masive me qindra mirë njerëz dhe bota do të binte në recesion. Këto nuk e pranoi. E nxitën të futej në konflikt Netanyahu, lobistët e Izraelit, tani ka bërë një tërheqje mbrapa. Po të shikosh marrëveshjen që ai synon, ta krahasosh me marrëveshjen e Obamës, duket se Trump po i jep më shumë se ç'duhet. Mendon të jepet 20 miliardë dollar nga fondet e ngrira, nuk dihet se ç'do të ndodh me Hormuzin, do të ketë fi, do të ngrihet një fond 300 miliardë. Pra, në pamje të parë favorizohet Irani me këtë. Urdhro? Rindërtimi i Iranit me bordin e paqes do të bëhet? Jo, bordi i paqes është një ëndër tjetër kot. Do të ngrihet një fond, nuk është e qartë. Nuk është e qartë, fond privat, nuk do të thotë që janë paratë e amerikanëve, por për të siguruar paqen Amerika harxhon miliarda dollar në Europë, kështu që do ta bënte këtë për të qetësuar, nëse Irani nuk do të mashtrojë. Marrëveshja e Obamës 1.7 miliardë dollar i dha. Dhe arriti që mos prodhoi bomba, u largua uraniumi. Dihet që Irani është një vend që kontrollohet nga diktator, nga ta mullat, dhe Trump nuk realizoi as ndryshim regjimi, as nuk zgjodhi ai Ayatollahun. Pra, nga ana strategjike, Trump ka humbur. Por tregon që unë mund godas përsëri kur dua. Ajo që është pozitive, shihet nga media, është distancimi nga Netanyahu. Netanyahu është një person që urret. Po, kjo nuk që u krijua kaq shumë tension mbas asaj marrëveshje. Pse? Sepse ai sa herë Trumpi tha 39 herë do të bëj paqe. 39 herë paqen ja prishin Netanyahu. Si fëmijë me stres. Netanyahu dhe Izraeli pa Amerikën nuk ekziston. Ky është fakt. Por lidhja është shumë e madhe. Që unë besoj që as Trump nuk e prish dot sepse ka një lobing shumë të fuqishëm. Si ja prishi se tani, nëse është kështu 30 ca herë do të bie që i jep. Tani, në qoftë se ai do të kishte në gjë do ta kishte nxjerr. Ato prallët e dosis e pstin në ran. Se këtë thonin e futi ai. Trump u mashtrua them unë nga se Urdhro? Si ja prishi ka qerën, se po flasim për Po Netanyahu Bashkuar të Amerikës. Netanyahu nuk do paqe. Netanyahu e do të shkatruar Iranin dhe mundësisht ta coptojë në disa etni. E aprishur disa herë se ka akses shumë të madh në Kongres, në Pentagon, media, është i fuqishëm lobi i hebrejve, ç'i futve këtu. Këtë e di gjithkush. Vetëm një president ka dalë kundër. Çfarë ndodh? Urdhro? Mes Trumpit edhe Netanyahut. Trumpi është Trump. Trumpi sot ka furça nesër të thotë fjalën e fundit, shiko me Melonin ç'ndodhi. Trumpi ka Po me Melonin ç'pati? Pikrisht Meloni duhet ta kuptojë që let Trump bëj Trump. Trump shkruan 2 natës, 3 natës, por përfaqëson Amerikën. Edhe kur i thot I am the boss, a kupton? E ka guximin, por problemi tek Trumpi është ana shëndetësore. Seriozisht apo mos ta marrin seriozisht se ti thua Trumpi është Trump, po ama përfaqëson Amerikën. Është, dëgjoj, nuk mund të bësh numër me njështën e botës. Tani ky është presidenti i Amerikës, është votuar nga 74 milion vetë. Trumpi ka probleme karakteriale, por kjo është mënyra si drejton. Tani amerikanët e pranuan këtë. Dhe ajo pjesë e madhe që është me të është deri në fund. Problemi janë zgjedhjet e Kongresit, zgjedhjet e Senatit. Ai ka filluar tallet dhe me J.D. Vance dhe me Rubio, jo vetëm me Melonin. Si e parashikon zgjedhjet mes mandatit edhe këto, Kongresi është rregullsi që humbet nga presidenti, e ka humbur edhe herën e parë. Në lojë është Senati. Me humbjen e Kongresit fillojnë shkarkimet, impeachment, hetimet ndaj Kushner dhe Ivankës pa diskutim. Në qoftë se humbet Senati, s'ka asgjë në dorë. Nuk vjen ambasadori në Shqipëri për rast Senati.
edhe në vende tjera. Sepse s'ka kohë, nuk e ka më 51%. Po është e vështirë, them unë, që ta humbë Senatin, sepse MAGA 85% nuk është larguar nga zoti Trump. Unë kam miqë fqinj që e din se ç'përfaqëson Trump. Ne nuk do bëjmë, unë nuk e ftoj në shtëpi thot për kafe, por agjendën e djathtës, tradicionalizmin amerikan, familjen, Trumpi po e ngre, e majta kërkonte ta shkatronte, hapje e kufirit, transgender, DEI, shkatrimi e FBI, CIA, Pentagonit, këtu është forca e Trump. Amerikani, Amerikan, do traditën, do familjen, do punën e ndershme, do jo një grup i madh që thjesht nga ngjyra, nga përkatësia, transgender, LGBT të jetojnë kurriz tyre. Kjo ka ndodhur. Por dhe këtu e majta ka forcë, e majta është radikale. Dhe po të shikosh, Trumpit i thon fashist, i thon Hitler, ka sharje nga monstruozët ndaj tij, ai nuk do t'ja di. Zoti Baba, faleminderit shumë. Edhe një herë faleminderit atyre djemve e vajzave një brez ujnor. I falenderoj. Kudo në Shqipëri.